Përshëndetje. Unë jam Pjetri i Gjon Noprenit, ose si që dinë shumë njerëz nga Kalivarja, më quajnë edhe Pjetër Kollarja. Mora iniciativën për përgatitjen dhe realizimin e këtij dokumentari, për njohjen, dokumentimin dhe rujtjen ndër breza të vlerave monumentale të paraardhësve tanë, për forcimin, njohjen dhe rujtjen e lidhjeve të gjakut tonë ndër shekuj, si dhe për të shërbyer sadopak në mënyrë modeste rujtjes dhe njohjes së vlerave historike të mirëditës dhe atyre kombëtare shqiptare. Falenderoj të gjithë vëllezërit, motrat, nipat, mesat, dajat, kushrinit dhe mistan që ndihmuan e kontribuan sadopak për realizimin e këtij dokumentari. Falenderoj gjithë stafin teknik dhe artistik. Falenderoj në veçanti të dy artistët vokalist, Arben Pacani e Paulin Gega, të cilët me melodit dhe zërin e tyre brillant ja shtuan vlerat të këtij dokumentari. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit. Zoti ju rujt të gjithëve. Faleminderit. Rrënjët dhe themelit e çdo kombi burojnë nga familja. Ato përcaktohen e plotësohen nga ruajtja dhe zhvillimi i gjuhës, zakoneve, traditave dhe vlerave pozitive. Treva mirëditore në përgjithësi dhe familjet e kësaj treve në veçanti janë simbol i ruajtjes, zhvillimit dhe transmetimit brez pas brezi të këtyre vlerave. Kisha e Kalivares, në fanin e madh, njihet si kisha më e vjetër e datuar e abatësisë së Mirditës. Historiani i vendës i gjysmës së parë të shekullit 20, Dom Nikol Kimza, që ka shërbyer për shumë vite si famultar i Kalivares, ka shkruar se ajo është themeluar në vitin 1154 dhe është në të 9-ën shekull të jetës së saj të pandërprer. Pas Kalivares, por nga vjetërsia si datim, vjen kisha e të Shelbumit në Rubik, ku vend Benediktin, abati i së cilës përmendet në vitin 1166 si pjesëmarrës në një ceremoni shugurimi në kotor të Malit të Zi. Teksa në këtë kohë kemi edhe 3 kuvende të tjera benediktine në Mirdit, i Oroshit, i Shpalit dhe i Ndërfanës. Kalivarja Rëzmunellës nuk ka qenë kuvend benediktin, e megjithatë vjen e një koshme me këto kuvende të mirënjohura në të gjithë botën antike katolike e në Mirditën etnografike dhe etnologjike me rreth 200 kisha e rënoja kishash në mesjet. To me
Një ndër familjet mirditore me vlera më shumë se krahinore është familja Morina, e fisit Gjinaj të bajrakut Spaqit Mirdit. Pasardhësit e kësaj familje, gjatë shekujve kanë populluar jo vetëm trevën e këtij bajraku, por dhe atë të Pukës, Kuksit, Hasit, Gjakovës e Prizrenit. Sot ato mund të gjenden në të 4 anët e botës. Bazuar në fakte e studime të disa historianëve, hulmtuesve, kronikanëve të ndryshëm dhe hulmtimeve të mia, familja Morina është më e madhja, jo vetëm e bajrakut Spaqit, por të gjithë trevave mirditore. Po kush është familja e Gjon Ndue Prendit? Gjon Ndue Prendi lindi me 3 qershor 1915 në fshatin Dom, sot Kalivare, të bajrakut të Spaqit, të krahinës autonome të Mirditës. Ai ishte dhe mbeti i vetmi trashëgimtar i Ndue Prend Frokut dhe prenës së Nue Dodës nga fshati Kaqinar. Ndodhi kështu, sepse kur Gjoni ishte fëmijë i mitur, gjyshi jon Ndue Prend Froku për mbrojtjen e njerit nga kushnit e afërm të tij plagosi me armë zjarri provokatorin. Kjo ngjarje i përket vitit 1917, kur Shqipëria administroi në formë protektariati nga Austro-Hungaria. Si pasojë, organet ligjzbatuese të asaj kohe e arrestuan dhe dënuan me burg gjyshin ton Ndue Prend Froku. Gjatë vuajtjes së dënimit në burgun e Shkodrës, gjyshi jon u smur rënd, ku si pasojë 2-3 vite pasi doli nga burgu, ai ndroi jetë. Baba jon, Gjoni, në moshë të mitur, rreth 7 vjeç, mbeti jetim. Gjysha jon prena e Ndue për Frokut, si një grua burnesh, shpalosi cilësi të radha të sakrificës njerëzore dhe vendosi që jetën t'ja kushtoi rritjes së birit të saj të vetëm, Gjonit. Zoti ja shpërbleu gjyshes ton të sakrificë, duke i dhënë mundësinë që jo vetëm të rriste e burnonte djalin e saj, por edhe 8 fëmijët e tij nipër e mbesa të saj, Prenën, Nduen, Nikollën, Dranën, Prengën, Pjetrin, Zefin dhe Nrecën, e jo vetëm kaq. Ajo arriti t'i shihte, t'i përkumte e t'përgdhelte, edhe disa stërnipa e stërmesa të saj, si Dedën, Tonën, Marën dhe Tomën e Prens, Dedën e Ndojt dhe Franin e Violetën e Dranes. Pasi Zoti ja mbushi shtëpinë dhe zemrën plot me nipër e mbesa, stërnipër e stërmbesa, me 19 mars 1971, gjyshja jo ndroi jetë, e qetë dhe pas një pishman. Nga ana jon u përcoll me lotë e pikëdhim, por me një histori sakrificash e vlerash njerëzore, që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në jetët tona. Gjyshja jon kishte një trup të vogël, por një zemër e shpirt të madh, si e mirënjohura Nën Tereza. Po kush ishte Gjon Ndue Prendi? Baba jon, Gjoni u rrit me sakrifica dhe vështërsi të mëdha, të cilat gjysha jon i përballoi me forcë, këmbgulje, përkushtim e vetmohim. Ai mori edukat tradicionale të familjeve malsore shqiptare, me cilësi dhe virtytet më të mira njerëzore si besa, bujaria, trimnia, puna, ndershmëria, përkushtimi ndaj familjes e respekti reciprok ndaj shoqërisë. Cilësi të cilat i kultivoi e transmetoi edhe tek ne pasardhësit e tij. Baba jon Gjoni, në vitin 1935, u martua me Lizën, me të bien e Pjetër Prengës dhe motrën e Lesh Pjetrit nga fshati Domgjon, i bajrakut të Fanit. Pas martesës me vullnetin e Zotit, çifti Gjon e Lizë lindën dhe rritin 8 fëmijë të shëndetshëm: Prendën, Nduen,
Nikolën, Dranën, Prengën, Pietrin, Zefin dhe Ndrecën. Fal vullnetit të Zotit dhe cilësive pozitive e mirësisë së prindërve tanë, Gjoni e Liza, ne të 8 pasardhësit e tyre jetojmë të gjithë të shëndetshëm e në harmoni. Baba jon, Gjoni, diti t'i përballoj të gjitha sfidat e vështirësitë e jetës, të kohrave dhe regjimeve që kaloi, dhe vetëm me punë, mund, djers e sakrifica në arriti dhe edukoi në mënyrën më të mirë të mundshme, kultivoi tek ne virtytet më të mira njerëzore, na orientoi në rrugën e duhur, na arsimoi edhe tej mundësive ekonomike që kishte. Rrethi familjar, shoqëror e miqësor, gjithnjë kanë vlerësuar e respektuar babain ton për cilësitë e larta njerëzore. Baba jon Gjoni ishte nga ato burra që asnjëherë dhe nga askush nuk lejoi t'i cënoheshin nderi, familja, prona, dinjiteti dhe personaliteti. Ai respektonte në maksimum shoqërinë dhe miqësinë e sinqertë dhe distancohej nga ajo hileqare. Përveç shokëve dhe miqve të zakonshëm, baba jon kishte lidhje shoqërie e miqësie të veçantë edhe respekt reciprok edhe me burra, trima të mençur e shumë të njohur bashk kohës të tij, si Prengpistja, Nuh Përdeda e të tjerë. Këto vlera e cilësi pozitive të Gjën Dueprenit nuk janë të rastësishme. Ai ishte një nga pasardhësit dhe trashëgimtarët më të mirë të familjes më të madhe të fisit të mirënjohur të Gjinajve, të Bajrakut të Spaçit, siç është familja Morina. Etnogjenezën e lidhjes me këtë familje po e citoj më poshtë, e cila paraqitet në linjë direkte në mënyrë kronologjike deri në 10 breza, periudhë kohore afro 500 vjeçare nga sot. Gjon, Ndue, Prend, Frok, Preng, Nikol, Pjetër, Dod, Voc, Morina. Nisu nga vlerët e larta dhe cilësitë të rradha njerëzore, si dhe pozitiviteti që transmetonte tek të tjerët në çdo rast e ambient. Gjën Dueprendi jo vetëm gëzonte respekt të veçantë, por edhe admirohej e vlerësohej në shkallën më të lartë nga daja i tij, Mark Nue Doda, i Kaqenarit, si dhe djemtë e tij, Prenga, Ndoj, Zefi, Leshi, Gjergji dhe familjet e tyre. Unë jam Lesh Markaneri. Për i Kaqenarit një ditë, por unëm djali i dajës Gjën nuk përfrokët. Gjën nuk vreni si ne për i babës tem, një vetë dhe nga tonin e vetë një kalivare të Spaçit një ditës, u galin e ushtërit. Me kalla ime e ka rritë këtë djali, jetim që kur e të regon, edhe jeta e përdiqme e koshme. Kam jetuar me Gjonin shumë. Gjoni ishte një nep i babës tem për i dashur, i mirë. Gjoni ka qenë i shoqërisë, Gjoni ka qenë i pesës, Gjoni ka pas punëni, ka pas lodhje njerëzore e për me rritë djemt e vajzat e tia, si çdo më për ma tepër. Gjoni ka pas shumë dhe të mira. Rriti shumë, bite vetë. I burnëj, i martëj, vajzat, djemt, e të gjithë në afërsi.
Gjoni si gjithë ka qenë në shoqnin, i dhonën për shoqni, i dhonën për besë, i dhonën për gjithë mirësinë që ka një burr shqiptar, një burr i krahinëve tona. Dhe kur koha nuk e priti mo, se je vjesmonja, u lodhe në djemte, me pështue, me ndihmue, që të kalon të jetë në mo, por nuk i dhe mo, ka që ishte jeta e ati. Pse gjithë pra ju banë të vishëm, të shoqërisë, tjetës, po edhe ata sikur se e shuën porosin e Gjonit, e shuën në fond të nejtjes, të kulturës, u kulturuen, u shkolluen dhe të gjithë janë të mirë, e kanë nerin me thënë se jemi djemt e Zhonoprenit. Gjithashtu baba jon, Gjoni, në të njëjtin nivel, si nga dajat e tij, vlerësohej e respektohej edhe nga tezet dhe bijt e bijat e tyre. Dila Gjegjë Pepa dhe bijt e saj, Nikol, Ndue e Mrika dhe familjet e tyre. Mrika Gjinfroku dhe bijt e saj, Ndue, Pal e Prena dhe familjet e tyre. Baba jon Gjoni, jo vetëm i donte e i respektonte, në maksimum dajen, tezet dhe bijt e tyre, por kultivoi e rënjosi edhe tek ne të njëjtën shkallë dashurie, respektin e vlerësimin për ta. Unë jam në Gjinfroku nga fshati Ungrej. Zhonoprennin e kam pas gjallë tezit, një fjallë nanat motra. Tash kemi disa gjana të përbashkëta me Gjonin. Unë kam met jetim 6 vjeç. Edhe Gjoni 6 vjeç ka met jetim, si diq baba. Tezja nuk ishte fëmijë tjetër, as djalë as vajzë, vetëm Gjonin. Gjonin e ka rrit me shumë sakrifica e munime, tezja. E edukoi Gjonin me frimin e dashurisë për njerëzit e vet, për gjakun e vet, ku i kishte, për shoqërinë. Edhe Gjoni u rrit me shumë munime nga tezja, por u bën një punëtor i dalluar në fshatin dom. Ki ka pa zotnue, ka zotnue sharrën e krahut. Për këta ka qenë specialist, nuk ka fshat në Zadrim si s'ka ku me predrat. As në Bretmonc, edhe lisat që kishte për mi shpeji, i kishte shoqërua me rrusha. Gjoni kishte një zemër shumë të madhe e dashamirës për gjakun e vet, për njerëzit ku i kishte. Gjoni kishte 8 fëmijë, 6 djelë e 2 vajza. Të gjithi i fijoj e i martoj. Të gjithë kanë fëmijë. Fëmijët e djelë me Gjonit janë të shpërdam në Ballkan e në Evropë e deri në Australi. Prandaj Gjoni ngelet në zemrat tona, në shpirtin ton, i pavdekshëm. Për të gjithë bijt dhe bijat, nipat e mbesat dhe pasardhësit e tjerë të Gjinfrokut, daja e tij Mark Nuedoda dhe bijt e tij Prenga, Ndoj, Zefi, Leshi, Gjergji dhe familjet e tyre, si dhe tezet e tij Dila, Emrika dhe bijt e tyre Nikol, Ndue, Emrika Pepa dhe Ndue, Pal e Prena Froku dhe familjet e tyre do të respektohen
e kujtohen ndër breza me të njëjtin mall e dashuri të babës tonë. Unë jem Gjergj Marloj, djali i Dajës, gjohet do përfrogut. Në këtë bashkëbisedim desha sparit të përshëndes dhe të përgëzoj Pietrin për këtë aktivitet që ndërmarr. Ky regjistrim është një vlerë për familjen, një vlerë e madhe për rrethin shoqëror e miqësor që e njohin dhe e kujtojnë Gjonin dhe familjen e tij. Gjoni është rrit jetim nga nana e vet, halla ime. Halla, prena e në Dodës në Kashinar dhe prena e në Përfrokut në Kalivare, ka rrit 2 palë jetima. Së parit rriti jetimat në Kashinar 4 motrat e veta dhe vllaun e vetën. Në moshë fare të re, u detyru që bëhej kujdestari atyne, të interesohej jo vetëm për të ushqyer në shtëpi, po edhe për të punuar për të sjellë të ardhurën për ta. Fati jo i mirë i saj ishte vdekja e parakoshme e në Përfrokut, bashkëshortit të saj në Kalivare. Ajo atje u detyru përsëri të ndërmerrte të njëjtat veprime, të kishte të njëjtat mundime për të përballuar jetën. E rriti Gjonin me shumë mundime. E rriti Gjonin jo vetëm për trup, për një trup të madh, po një njeri me zemër të madhe, me shpirt bujar, një njeri punëtor i vendosur për të mbajtur familjen e vet. Gjoni ka vuajtur si shumë të tjerë, po në mënyrë të veçantë për të rritur kalamajt. Ruaj kujtime nga Gjoni kur punonte si punëtor tek Shara Gojanit, ditën punonte duke transportuar trupa, nërsa në masdite vonë, në orët e vona edhe të mjesit, punonte në shtëpi për të prodhuar ato pak misër e prodhimet tjera bujqësore. Gjoni që organizatori mirë i familjes. Ai pati shumë fëmijë, i orientoi shumë mirë në jetë. I orientoi aq sa sot çdo familje do të krenohej me vajzën e madhe, prenën, që me thënë drejtën u martu larg në flet me Fran Mhillin. Atje ajo u përball me jetën, e përballoi mirë dhe sot fëmijët e saj kanë marrë rrugë të jetës. Noi, njeriu punëtor dhe me dur të arta, që do ta kishte lakmi çdo profesionist për punën e tij. Nikola, njeriu që drejton mirë aktivitetin e jetës, jo vetëm vetin, po edhe të kalamajve. Sot mund të flasim për prengën, mësuesin, që tani jetën ja kustoi arsimit, bashkë me gjithë bashkëshortën e vet. Pra, njerëz që jo vetëm i dhanë familjes vet, po japin edhe shoqërisë. Pietri që djali më i si të thush, i shdërvjellt i asaj kohe,
Mbaroi shkollën e lartë, u arsimu, dha mësim për i kohët tanë dhe u boj vlefshëm jo vetëm për familjen e vetë, po edhe për shoqërinë. Ai në momentet më të vështira flas që kalon të vendi ynë në transformimin e shoqërisë të kalimit nga një rend në tjetrin, u bë një nismëtar për rrugën e rendit dhe të qetësisë në vend. Ai u bë shefi i parë i komisariatit të Pukës, koloneli i policisë që pati mjaft suksese në punën e tij. Dhe vazhdon sot në pension si njeri i nderuar. Gjithashtu duhet të them, Zefi ishte njeri nga gjeologët e njohur mërditor që la gjurmë në gjeologji, drejtori ndërmarrjes gjeologjike të Fushasit, kryegeologi ndërmarrjes, inxhinieri që shfrytëzon munellën e polimetaleve, njeriu që sot vlerësohet jo vetëm në atë zonë, po kudo. Në Reca, djali punëtor që sot jeton në Trojet e Gjonit të Përfrokut dhe së bashku me familjen nderohet e respektohet nga shoqëria. Nuk mund lej pa përmend Dranën, që është vajza e Gjonit që u martua në Kashinar. Në momentet më të vështira të familjes së saj, diti që ta drejtoi familjen atje. Bashkëshorti i saj, si punëtor në minjer, ishte larg fëmijëve, larg familjes, dhe Dranja e detyruar që t'i përballojë këto. Nuk mund të lej pa e thonë këto, jo vetëm për Gjoni dhe familjen e tij, por unë do të them se Gjoni në veçanti ishte i jashtëzakonshëm bujar, i jashtëzakonshëm në mirë kuptim me shoqërinë, me njerëzit e vet, me gjakun e tij. Një moment të veçantë për Gjonin kisha kur ai erdhi në shtëpinë time së parit, i vetmi nip që muroj për shtëpinë, dhe nusën që asnjëherë se kishte takuar i tha, daja, tha, të më sjelli këtu ato meze, ato gjana, sepse ne dajën e duam këtu. Në kohë që së bashku ne kalum atë ditë. Por ishte urimi i parë për shtëpinë, urimi i parë për një zanafille të jetës time. Gjonin do ta ruaj gjithë jetën si një nga nipat që ka lënë vend në shtëpinë tonë. Pasi ne u rritëm dhe filluam të burnoheshim në vitin 1966, baba e mori iniciativën dhe vendimin për të ndërtuar një kull të madh dykatshe me 10 dhoma, të cilën e përfundoi së ndërtuari në vitin 1967. Kjo kull, edhe sot e kësaj dite, është banesa kryesore e familjeve tona në fshatin Kalivare. Në vitin 1975, baba doli në pension, por pak kohë më vonë, ati u shfaq sëmundja e pashërueshme e kancerit në larynx. E çuan për kurim në klinika dhe spitalet më të mira të kohës, por pa sukses. Baba ynë Gjon Due Prendi ndroi jetë me datën 8 prill 1980. Vdekja e tij që e parakoshme dhe shumë pikëlluese për ne, por zemra dhe shpirti i tij ishin të plotësuara të qetë. Përcjellja e babës për në banesën e fundit u ba me një ceremoni madhështore për kohën. Në ceremoni dhe në kortezhin martor
Morën pjesë mira njerëz, shok, miq, dashamirë nga të 10 fshatrat e zonës, si dhe nga krahina e zonat të tjera të largëta. Gjithashtu morën pjesë dhe personalitetet kohës. Përveç vlerave njerëzore, baba la trashëgimtar të denj, një për embesa me cilësi e vlera të ralla. Pasarësit e çiftit Gjon e Liz sot kanë arritur numër 3 fishor, ato janë gjithsejt 119. Nëna jon Liza ishte një grua me cilësi të ralla, e përkushtuar me mishe me shpirt për t'i shërbyer familjes, e papërtushme për të bërë çdo lloj pune, e mbi të gjitha, një grua e bekuar nga Zoti, me cilësitë e një shenjtneshe, nga goja e cilës asnjëherë nuk dilte fjala e keqe, por për gjithçka shprehej, e bekovt Zoti, ndort Zoti qoftë. Krah për krah babës dhe gjyshës tonë, nana dha kontribut të saj të pasëvendësueshëm për rritjen dhe edukimin tonë. Gjithë jeta e saj ishte aktive në shërbim të familjes dhe fëmijëve. Punët brenda dhe jashtë shtëpisë ishin një rutinë e përditshme dhe një zinxhir i pashkëputur nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë. Megjithëse ne ishim shumë fëmijë, pas dhe ndërmjet punëve të përditshme të saja, te baktit, tek ara, tek kopshti, gjente kohë, në ushqente, në lante të ndronte, gjente kohë që shtëpia dhe oborrit ishin gjithnjë të pastra. E gjithë jeta e saj ishte punë, munde sakrifica për të shërbyer rritjes dhe edukimit tonë. Vujtje dhe sakrifica që bani nana jonë shërbim të familjes, Zoti ja shpërbleu, duke i dhënë shumë trashëgimtare. Në vitet e pleqnisë, Zoti krijoi mundësi që nëna të ndihej e vlerësuar dhe e qetë. Ne, të gjithë bijt dhe bijat, nipat dhe mbesat e saj, dham kontributin ton modest në shërbim të nënës tonë në moshën e pleqnisë. Por dua të theksoj se barrën kryesore për të shërbyer nënës në vitet e pleqnisë e përballoi vllajun i vogël, Ndreca dhe kunata jonë Flora. Këto të dy kanë merit veçantë dhe do të gëzojnë respektin ton të përhershëm për kontributin dhe sakrificën e pakursyer që kanë dhënë në shërbim të nënës tonë në vitet e fundit të jetës së saj. Me 8 nëntor 1998, në moshën 84 vjeçare, nëna jonë ndroi jetë. Ajo shkoi në botën tjetër, e qetë dhe me zemrën plot, pasi ishte vetëdijshme se e kishte realizuar plotësisht misionin e saj, për të cilën Zoti e kishte sjellë në jetë. Ajo përcoll me lot dhe dhimbje, por me krenari për vlerat e saj si nan, si grua dhe si bie domgjonit. Po kush ishte daja jon Lesh Pjetri i domgjonit? Leshi lindi me 7 janar 1910 në fshatin Domgjon të Bajrakut Fanit, bashkë me nanën tonë Lizën. Ishin dhe metën të vetmit fëmijë e trashëgimtar të Pjetër Prengës. Kjo ndodhi për arsye se gjyshi jon Pjetër Prenga u vra kur ai ishte 33 vjeç. Leshi dhe Liza mbeten dhe u rritën jetim. Para se të ndronte jetë, gjysha i la amanet Leshit që kur të rritej të merrte hakun e babës së tij. Daja jonë Leshi nuk e harroi amanetin, dhe në moshë relativisht të re mori hakun e babës së vet. Që nga ky moment, daja jonë Lesh Pjetri, me qëllim për të mos u burgosur nga organet ligjzbatuese të qeverisë Ahmet Zogut, u detyrua të qëndronte e të jetonte si komit në mal. Natyra dhe Zoti i kishin dhënë Leshit cilësi fizike të jashtëzakonshme. Ai ishte ndryshe nga tjerët. Ishte 2 metër i gjatë, me një trup të plot dhe të shëndetshëm, me një rezistencë e fuqi fizike në kufit e legjendës, e krahasueshme me figurat legjendare të kreshnikëve të maleve. Këtë fakt nuk e kam thënë unë, as i pari, as i fundit. Këtë e kanë deklaruar të gjithë bashkëkohësit e tij dhe vazhdojnë ta deklarojnë ata që e kanë njohur.
dhe pikrisht është prindnika, njeri prej tyre. Mërësu pro Zoti urmish, Mirë se u gjetëm. u ljesha zonin e me, merë u gjithë faljeru njerët e për me. ardhjen si kini ardhë. Njerë respekt pas ti, Në qita e familja Pjetër jote. në qita Gjalino Përdec, ardhja juj, në kini në erëve. Njerë respekt. Me mpit për një kumar, për një shësh, deras, për një burë shteti. Tash të sjerë këton, tash, e vranë Pjetër Pajin. Me heksitet dikuje, do? Ela të birin 2 vjesh. Orojt lash Pjetri, i biri i Pjetri, 18 vjesh mur hakun e vetë. Gjatë se për juve, ta e shteju puna me nëjtë komi. Leshi ishte një njeri fizik, besnik, trim bujarë. E di krit merdita, të tana. Aj nuk të prejtke, ku ishe mata ishe dzerë, nuk më një heci puna se ishin të njek me hangër ata. Ajo bo një njeri, shumë i fushishë, shumë i jafë, me kritere shoqënore, miqësore, me tona originale si një merditor maj meri. Puna të ashte, t'ju këto punë. Në luft me Italinë kita ashte. I dojnë Shpejnë, i mund ishin të babakti, edhe shonë në internim. Prap të zonë ata modë, kur hini Partia Komuniste në 24 këshin. Prap kishte luft tash me Partinë Komuniste. Berë po ishta i leshti se duroj këtë tjeshen. Drejt këto, në lagjen e ti, Petri Doma me 100 partizan, ka qenë major. 26 a 27 ka qenë major, shef i shtatë madhërisë, shef i shtabit përgjithshëm Qipëri. Kje ka ditë se të mdjek taljan të hasmit mi, edhe ka zhujmë ta. Kur ka thënaj zjarë, ka pështu pa heri, ka qenë 1 metër borë. Ka qenë me prëngla shdodën e me këll gojonin e gojonë. Nesër të kam ledhë Petri Doma partizan, ka thënë shtrenje e hapin në 100 burra, sa ka shtrejaj, asë një jo. Ka thënë shkoni me biljet e vek general, po se hoj ka jatë punë. Leshi ka pas veti të postra në gjithë 12 barak të emerdijës. Një, s'ta boj këtë kjeshe, nuk të rejke, nuk të prejtke, ka qenë një burë original. Zhona të postra edhe i ditë 12 barak të emerdijës. Dera zhomor ku të ka vlerësohe, si vla, si patriot, edhe si burë shteti. Ashtu dhe. Lash Pjetri ashtë fëjsi i Gjershpishtës. Originale Brezmas Brezi. Familja e Gjershpisht ka le në trollin e shupit në okollës mbi gjurën e domgjone. U shëjon ke themelet si ka pa. Që si erdhën të dhana, edhe kërcnimet si ishin në atë kohë, e ti benon se shavjen, u din Gjershpisht të shkëj. Të parte ati, u marrë shetash e u shëj ku ka letë parte e pis. Dom Gjorgj të pasit edhe të fësit Lash Pjetrit original. Sa Leshi ishte në malë, nuk e dyroj këtë tjeshen. Leshi e leu si bora, e di si bora. Lash Pjetri ka qenë ortak i Zefit Vokël.
Zafi vogël ishte prej Shëngjeni Barakut Fani. I shpejs noks, parta ati i kanë vonë pushkën Turkut. Lash Pietri takohet disa herë me Zafin e vogël. Faktike, like krejt për Lash Pietri për Zafin e vogël. Që si burra shka pas Bajraku, 3 bujar besni. Marrja e hakut për babën në moshë të re, cilësitë e veçanta fizike të tij e me të gjitha cilësitë fisnike, njerëzore e burnore si besa, trimnia, bujaria, korrektesa, paanshmëria, patriotizmi, nacionalizmi, respekti ndaj të tjerëve dhe vendosmëria për të mos iu nështruar të fortit dhe as për të mos përbuzur e dëmtuar të dobtin, ishin në faktor të pakundërshtueshëm që Lash Pietrin e Domgjonit e ngriten në nivelin e liderit. Shumë burra të tjerë të Bajrakut të Fanit dhe të krahinave të tjera të Mirditës e më gjërë, me objektivat për afërta, ju bashkuan Lashit si komit në mal, duke formuar një formacion luftarak të organizuar dhe independent që ishte në mbrojtje të interesave të familjeve, fiseve dhe krahinave që përfaqësonin. Ky formacion, në kulmin e tij, pati deri në 100 burra luftetar. Me vullnet të lirë dhe unanimisht, ata patën propozue e zgjedh si komandant të tyre Lash Pietrin e Domgjonit. Shumica e tyre qëndruan si komit të mal që nga koha e mbretit Zog, gjatë pushtimit italo-gjerman e deri disa vite pas çlirimit. Në periudhën e pushtimit fashist italian, një nga bashkëpunëtorët e pushtuesve, aktivitetin e Lash Pietrit dhe qetës së tij në mal e deklaroi para autoriteteve italiane si formacion lufte e rezistencë kundër tyre. Në këto kushte, pushtuesit italian në fshatin Domgjon, Lash Pietrit i dogjen shtëpinë, i konfiskuan pasurinë, ku në mes të tjerash 100 kokë bakti i moren dhe i përdorën ushqim për ushtrinë e tyre. Përveç djegjes së shtëpisë e konfiskimit pasurisë, pushtuesit italian i internuan edhe familjen në Kavaj, gruan Daven, si dhe 2 fëmijët, Markun e Marthen. Unë jam e bia e Lash Pietër Prengës në Domgjon. Ne në ka marrë italiani, me bere, ka gjetë shpajin, ka marrë bere, ka atëhere, na kemi shku në Kavaj, na kanë qohë. Kemi qenë 8 shpaj të internuar, a qenë Kavaj, e kemi shkuë, kam ne 3 vjetë e zhjës. Besa i ka pasrejt kapitan Gjoni, i ka pasrejt aqe, po 200 vjetë me dërsa ka jesën e vjetë. No, ky vlauam ka shku ka qenë i vukë, një vadim vadjes, ka qenë mo, ishte gjithë poshtë në shku, me vetë. Ky ka shku me pajuj, beshe kanë gjithë gjallë në pajuj. Kanë thënë, ku jetaj? Jam një Lash Pietër Prengës. Po ku ke babë? Babën të udava me ta, babën të shto me mund, ka qenë. I kanë thënë dërzeu Lash, ka qenë brigata nofe, i kanë thënë dërzeu, se na, posu dërzeu ka na gjallë në deke këta vrasin. Tuk na shfadim brigata mo, tuk nuhe, fadim i njerë se zot, ha ishte tuk në brigata. Zonë ku koshin e marë. Pavarësisht se daja Lash me qetën e tij në vitet 1943, 1944, për një periudhë disa mujore, ka mbështetur me veprime luftarake forcat e organizuara nacionaliste, kombëtare, në luftë kundër pushtuesve gjerman, ai asnjëherë nuk është mburur për këto veprime me vlera kombëtare. Vetë daja ka deklaruar se ai dhe bashkëlufttarët e tij, pavarësisht disa veprimeve luftarake kundër pushtuesve italo-gjerman, formacioni luftarak
i tyre ishte formuar para pushtimit të vendit me qëllim mbrojtjen e interesave të familjeve, fiseve e krahinave të tyre. Megjithse ishte mjaft i rezervuar për të folur për aktivitetin e tij e të qetës që drejtonte, në biseda të lira, Daja e shprehur se në shumë raste ai bashkë me luftëtarët e tij kanë ndaluar e bllokuar autokolonat e prapavijes së ushtrisë italiane, duke u marrë atyre me forcë e nën kërcënimin e armëve, ushqime, veshmathje e armatime. Për këto raste, Daja ka deklaruar se italianët dorëzoheshin, duke ngritur duart lart e thërrisnin, Mamma mia. Nisur nga problemet që kishte me Hasmit, nga veprimet e terrorit komunist, si dhe për ruajtjen e paprekur të pikës së dobët që kishte Daja, mos dorëzimin e armëve, të cilat ishin bërë pjesë e pandar të trupit, shpirtit e jetës së tij. Ai qëndroi si komit në mal edhe pas vitit 1944. Në vitin 1946, forcat ushtarake komuniste, duke e kërcënuar se do t'i vrisnin djalin e vetëm, Markun, e detyruan Lesh Pjetrin të dorëzohej. Regjimi komunist, në vitin 1946, me vendim të gjykatës ushtarake Shkodër, numër 405, datë 6 tetor 1946, e dënoi Dajën ton Lesh Pjetri me 6 vjet burg për krime kundër shtetit, ndërkohë që ai nuk kishte kryer asnjë lloj krimi, përveç se nuk ishte dorëzuar për arsye që përmendem më lart. Daja jon, Lesh Pjetri, ishte një patriot dhe nacionalist, shumë dimensional. Për vlerat, cilësitë dhe zotësinë e tij, autoritetet e kohës i patën ofruar bashkim e bashkëpunim. Ofertat e tilla i kanë bërë John Marcagioni, Abbas Kupi e të tjerë. Pavarësisht kontributit që ka dhënë Daja me qetën e tij kundër pushtuesve dhe në mbrojtje të interesave të fisnore e krahinore, asnjëherë nuk ka pranuar të vijej në shërbim apo vartësi dikujt tjetër kundrejt shpërblimit me para. Bashkëpunimin dhe ndimin në çdo rast e ka dhënë e pranuar si vlerë njerëzore dhe asnjëherë si vlerë monetare. Gjatë periudhës së luftës në vitin 1944, Daja ka pasur takim edhe me komandantin e brigadës së parë sulmuese Mehmet Sheun, ku ky i fundit i ka kërkuar që bashkë me qetën t'i bashkojë formacionit të tij. Daja i ka thënë të mendohem e të jap përgjigje nesër. Daja jon donte të ishte independent dhe i till meti deri në fund të jetës së tij. Daja jon Lesh Pjetri, si pasojë e një sëmundje kanceroze, ndroi jetë me 2 mars të vitit 1985. Ai u përcoll me shumë respekt, jo vetëm nga familjarët e të afërmit, nga shokët, miqtë e dashamirët, por dhe nga kundërshtarët e tij që jetonin akoma. Për ne, ai do të ngelet gjithmonë një model i frymëzimit, ndërsa për Domgjonin, fanin, Mirditën e Mëgjër do të kujtohet gjatë si një legjendë. Lesh Pjetri si arnush malit, si veti me sytë e shkopes, shpet ka rridh vlerat e bobes. Si veti me sytë e shkopes, shpet ka rridh vlerat e bobes.
Në për stone, në për shpela, shpihet i d'ju po munela. Në për stone, në për shpela, shpihet i d'ju po munela. Si e dimer edhe në ver, ju bashkun shumë trimat tjerë, nga krahinat e Mirdites, e ka zjedh kryetar komites. Nga krahinat e Mirdites, e ka zjedh kryetar komites. Pushtimit, shtohen prap vlerat e trimit, disa her me shok të ti, i ka kapur befasie. Disa her me shok të ti, i ka kapur befasie. Italiane, me makina e me karbone, ju me roba dhe ushqime, plotëson qeten me armatime. Ju me roba dhe ushqime, plotëson qeten me armatime. Për trimnin e lëshit fonit, pavones e ka takue, për me i dalaj zot vatonit. Pavones e ka takue, për me i dalaj zot vatonit. I qënë fjallë porit komites, ti bashkohet formacionit, kra për kraqonë markacionit. Ti bashkohet formacionit, kra për kraqonë markacionit. Shehu partizan, e takoj leshin në stan, i kërkoj të bash luftojmë, leshi thot do ta menojme. I kërkoj të bash luftojmë, leshi thot do ta menojme. Sin bashkime dhe në vetëmi, me shok vetë pa ti luftue, për vatan e për lirije. Me shok vetë pa ti luftue, për vatan e për lirije. Daja që martuar me Davloshin nga konat e Fanit, një grua burneshe dhe dinjitoze, që ditit i ruaj dhe të shtoj vlerat edhe shpjetrit. Ata patën 2 fëmijë, Markun dhe Marten, të cilët u martuan dhe u trashëguan me shumë pasardhës. Djali dhe shpjetrit Marku u martua me Davën, me të cilën lindën e ritën 7 fëmijë, Agen, Dilen,
Gjonin, Daken, Angelinën, Marien dhe Nikolinin, të cilët të gjithë janë martuar dhe kanë krijuar familjet e tyre. Gjoni dhe Nikolini banojnë në Tiranë me familjet dhe nënën e tyre. Ndaj Marku pothuajse gjithë jetën punoi në ndërmarrje shtetërore derisa doli në pension. Ai trashëgoi dhe ruajti cilësitë e virtytet më të mira të babës së tij, derisa ndroi jetë me datën 9 prill 2011 në Kashar të Tiranës. Vajza e Dhesh Pjetrit, Martja, u martua me Zef Mark Dodën nga fshati Sankt Xhuxh. Ky çift lindi dhe rriti 7 fëmijë: Dilën, Mrikën, Gjergjin, Franin, Prenën, Terezën dhe Lulën, të cilët janë martuar dhe kanë krijuar familjet e tyre. Edhe Martja, si një grua burnesh, trashëgoi dhe ruajti vlerat dhe cilësitë më të mira të prindërve të saj. Aktualisht Martja jeton në fshatin Ril të Lezhës, me djalin e saj Franin dhe familjen e tij. Para se të filloj të flas për jetën dhe veprimtarinë e bijve dhe bijave të gjondue prendit, do të përmend disa nga ëngjujt e tyre, të cilët Zoti i mori para kohën në mbretërinë e vet. Ata ishin Gjela e Ndojt, Domenika, Zefi, Violeta, Frani dhe Skënderi të Dranës, Liza e Nikolës, Vladimiri Prengës, Tonini dhe Matilda të Ndrecës. Nuk do t'i harrojmë kurrë, por do t'i kujtojmë me dhimbje për gjithmonë. Jeta vazhdon dhe do të vazhdoj. Çifti Gjon e Liz lindën e rritën 8 fëmijë, 2 vajza dhe 6 djem. Prena e Gjon Dojt, fëmia i parë, lindi me 22 gusht 1936. Si gjithë fëmijët asaj kohe, u rrit me vështirësi e sakrifica, duke u aktivizuar që në moshën fëminore, jo vetëm me punët e përditshme, por dhe me rritjen e fëmijëve të tjerë që lindën pas saj. Në vitin 1955, Prena u martua me Fran Mhidhin nga fshati Flet, një familje e madhe dhe me shumë vlera pozitive tradicionale të fisit Nikaliajt të asaj krahine. Prani vet ishte një djalë dhe një burr i denj, trashëgimtar i vlerave më të mira të familjes dhe fisit të tij. Prani ndroi jetë me 4 janar 2012. Ai u përcoll me dhimbje respekt, jo vetëm nga familjarët, por dhe nga shokët, miqtë e dashamirët e tij të fisit Nikaliaj. Çifti Fran dhe Pren lindën dhe rritën 8 fëmijë, secili më i mirë se tjetri: Dedën, Tonën, Marën, Tomën, Linditën, Bardokun, Meritën dhe Marianën. Secili prej tyre është martuar dhe ka krijuar familjen e tij. Deda, fëmia i parë i këtij çifti, me formimin, pjekurinë dhe cilësitë e një personaliteti, ka ruajtur dhe shtuar jo vetëm vlerat e familjes së fisit, por dhe të ne, dajave të tij. Deda është martuar me Dilën e Zef Dedës dhe ka 3 fëmijë të rritur: Ferdinandin, Almën dhe Kristianën. Ferdinandi është fejuar me Anertën. Alma është martuar me Ildon dhe ka një vajzë me emrin Maribel. Kristiana është martuar dhe ka 2 djem binjak, Kristoforin dhe Kelvinin. Tonja është martuar me Paldedën dhe ka 4 fëmijë të rritur: Gjelinën, Markun dhe Ishin dhe Fredin. Gjelina është martuar me Agronin dhe ka 3 fëmijë: Armandon, Aurorën dhe Arbrin. Dheshti jashtë quajtur Edi është martuar me Orselën dhe ka 2 fëmijë: Egisën dhe Emin. Tonja është e para e këtij brezi që është bërë gjyshe. Mara është martuar me Tomsurin dhe ka 3 fëmijë të rritur: Armandon, Almën dhe Rodolfin. Alma është martuar me Marsidin dhe ka një vajzë me emrin Aura. Toma është martuar me Shkurtën dhe ka 2 fëmijë: Antonion dhe Marisen. Lindita është martuar me Pjetër Zefin dhe ka 5 fëmijë të rritur: Alfonsin, Alketën, Adelinën, Adrianon dhe Adrianën. Adelina është martuar me Aurelin dhe ka 1 fëmijë: Ilirianin. Alketa është martuar me Marinin. Bardoku është martuar me Pashkën dhe ka 1 fëmijë, Nikon. Nga martesa e parë, Bardoku ka 2 fëmijë: Davidin dhe Denisen. Merita është martuar me Gjovalin, Alin dhe ka 4 fëmijë: Julian, Dorinën,
Paulën dhe Erisen. Mariana është martuar me Leonard Dodën dhe ka 3 fëmijë, Lorencin, Frankin dhe Klavion. Prena u martuar në një familje të madhe, e cila në vitet në vazhdim u bë dhe shumë më e madhe, ku jo vetëm si kunate e parë, por më tepër për vlerat dhe aftësitë e saj, për shumë vite i ra bara mi kokë, që të ishte menaxhere dhe zoj shtëpie, në atë familje ku numri i anëtarëve të saj arriti deri në 33. Dranja e Gjondojt, fëmia i 4, lindi me 13 shkurt 1944. Edhe Dranja u rrit në të njëjtat vështirësi dhe sakrifica si dhe Prena. Në vitin 1962, Dranja u martua me Dot Preng Markun nga fshati Kaçinar, një familje kamun dhe me vlera. Doda ishte djali i madh i familjes, të cilit shumë shpejt i ra bara të bëhej zot shtëpie, e të kujdesej edhe për rritjen e martesën e vëllezërve të tjerë më të vegjël. Doda vet ishte një djalë burr i zakonshëm, të cilit në moshë të re i ran mbi kokë barë të mëdha, të cilat ditje dhe mundit i përballoi. Doda ndroi jetë me 22 shkurt 2008. Ajo përcoll me dhimbje, nder e respekt nga të gjithë familjarët, shokët, miqt e dashamirët. Çifti Dodë dhe Drane lindën shumë fëmijë, por vetëm 5 prej tyre patën fatin të jetojnë, rriten e burrnohen. Sandri, Giovalini, Martja, Altini dhe Tonini. Sandri është martuar me Kristinën dhe ka 3 fëmijë, Ramirin, Kristianin dhe Franin. Giovalini është martuar me Dianën dhe ka 1 fëmijë, Gjoanën. Martja është martuar me Fran Bardin dhe ka 2 fëmijë, Gjulietën dhe Enerikun. Altini është beqar. Tonini është martuar me Dorinën dhe ka 1 fëmijë, Melisën. Shumë shpejt, pas martesës, Dranes i ran mbi kokë barë e përgjegjësi të mëdha. Me një pjekuri të rrallë, me vendosmëri, sakrifica e zotësi personale, Dranja arriti të përballojë të gjitha vështirësitë e sfidat e jetës, ku për shumë kohë, përveç rolit të zonjës të shtëpisë, ishte detyruar të përballonte edhe detyrat e të zotit shtëpisë, pasi burri i saj Doda ishte i punësuar në ndërmarrje shtetërore larg familjes. Jo vetëm ne 6 vëllezrit, por të gjithë pjesëtarët e familjes sonë të madhe, mburrim jemi krenar për vlera dhe cilësitë pozitive të 2 motrave tona, Pran dhe Drane. U jemi mirënjohë sakrificave e kontributit që dhanë për familjet e tyre dhe për ne. Ato ishin 2 vajza, e janë 2 gra me cilësi e vlera të papërsëritshme. Ndue Gjoni, lindi me 3 shkurt 1939. Ishte një pikë kthese. Gjonu prendit i lindi trashëgimtari i parë. Ndoi u lind dhe u rrit në një kohë vështirësish për të gjithë. Duke qenë djalë i parë i familjes, i ra bara të piqej e të burrnohej para kohe. Që në fëmijëri, ndoi u aktivizuan me punë fizike nga më të ndryshmet, bujqësore e blektorale. Intelekti dhe zgjuarësia të ky person spikatën që në fëmijëri. Në moshën e adoleshencës mund të themi se ky ishte i pjekur. Që në këtë moshë ranë sy cilësitë e veçanta të tij në fushën artizanale, të mjeshtrisë, një dhënti që ja kishte dhënë Zoti e ky në vazhdim e çoi në përsosmëri. Ndoi nuk ishte thjesht një mjeshtër i njanshëm, ai u bë krymjeshtër në të gjithë zonën e krahinën tonë, për murin, gurin, për llamarinën e për drurin, për bujqësinë e frutikulturën, e mbi të gjitha ai u bë mjeshtër i fjalës dhe logjikës së shëndosh. Nuk pati ndonjëherë asnjë problem mjeshtrie apo problem social shoqëror në familje, në fshat e në zonë që ndoj nuk i dha zgjidhjen e duhur. Përveç babës, ndoj ishte kontribusi më i madh për rritjen dhe edukimin e vëllezërve e motrave më të vegjël. Ndoj u martua me vajzën e Jaktushit, Dilen, një familje me vlera tradicionale të treves tonë nga fshati Sriqe.
Dila jo thjesht si një bashkëshorte, por si një bashkëlltare e jetës krah për krah nojt dha kontributin e saj maksimal për rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Ky çift linden e rriten 10 fëmijë: Dedën, Gjergjin, Daven, Gjovalinin, Gjonin, Martinin, Markun, Nikolinin, Agën dhe Pashkun, tashmë të gjithë rritur, më i vogli 25 vjeç. Deda është martuar me Leonorën dhe ka 2 fëmijë, Devin dhe Noelin. Gjergji është martuar me Lulen dhe ka 3 fëmijë, Valentinin, Julian dhe Davidin. Dava është martuar me Sokol Alin dhe ka 3 fëmijë, Elizabetën, Ervisin dhe Eduardin. Agja është martuar me Petritin dhe ka 1 fëmijë, Rolandin. Gjualini, Gjoni, Martini, Marku, Nikolini dhe Pashku vazhdojnë stazhin e beqarisë. Uroj që së shpejti të na bashkojnë në dasmat e tyre. Ndue Gjoni është nga ata burra me vlera e cilësi të rralla që jo gjithkush e shumë kush i ka. Kush ka pas shansin ta ketë Ndue Gjonin shok, mik e dashamir, ka qenë dhe është i privilegjuar, ndërsa kush ka pas shansin ta ketë vlla, bashkëllëtar të jetës, baba, gjysh, daj apo aq, ka qenë dhe duhet ndjehet se është më shumë se me fat. Jo gjithkujt dhe jo shpesh mund të ndodh që një familje apo edhe një fisi t'i lind një burr me vlera si Ndue Gjoni. Nikol Gjoni lindi me 1 nëntor 1942. Tashmë shtëpia e Gjon Ndue prendit ka marrë status tjetër. Ajo ka filluar të gumzhi nga zhurmat e fëmijëve. Veçanërisht gjyshja nuk përmahej nga gëzimi kur shes se shtëpia po i mbushej me nipër e mbesa. Sot kur skuadra e futbollit bën golin e dytë, e quan atë golin e sigurisë. E tillë mund të themi se që për familjen e Gjon Ndue prendit, lindja e djalit të dytë Nikolës. Edhe rritja Nikolës vazhdoi me të njëjtat kushte e vështirësi, por me një ndryshim të vogël se prenda e noj mund të kujdeseshin e të jepnin kontributin e tyre për rritjen e vëllait më të vogël. Gjatë moshës së adoleshencës dhe rinisë, Nikola u aktivizua me të gjitha punët e familjes, ku më shumë u dallua në sektorin e blegtorisë, derisa u mobilizuar për kryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Pas mbarimit të ushtrisë, Nikola u punësua në ndërmarrjen shtetërore të sharrave, duke dhënë kështu një kontribut të madh për ekonominë e familjes. Nikola u martua me Dilen, të bien e Leshnresës nga fshati Kaçinar, një familje e njohur dhe e respektuar në të gjithë zonën e Krahinen. Dila me vullnet dhe këmbgulje kontribuoi maksimalisht për familjen duke punuar pa ndërprerje në kooperativë, por njëkohësisht duke realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme detyrat si bashkëshorte e si nën. Çifti Nikol e Dil rritën 4 fëmijë: Franin, Vitoren, Dalinën dhe Vitorin. Frani është martuar me Marinelen dhe ka 1 fëmijë, Mikaelen. Vitoria është martuar me Ardianin dhe ka 2 fëmijë, Denisën dhe Robertin. Dalina është martuar me Preken dhe ka 4 fëmijë, Arietën, Ornelen, Danielen dhe Anën. Vitori është martuar me Irinin dhe ka 1 fëmijë, Leonorën. Gjatë gjithë jetës, Nikola është karakterizuar nga vlerat e larta njerëzore, i ndershëm, i drejtë, i dashur dhe i përkushtuar për familjen. Gjithnjë i respektuar në rrethin familjar, shoqëror e miqësor, i papërtueshëm për të bërë çdo lloj pune, korrekt për gjithçka e me këdo. Në periudha jo të shkurtra kohore, Nikola ka kryer detyra të ndryshme, shtetërore dhe shoqërore, të cilat i ka përmbushur e realizuar me korrektësi.
me përkushtim e në mënyrën e duhur. Preng Gjoni lindi me 22 tetor 1947. Edhe Prenga, ashtu si vëllezërit dhe motrat paraardhëse, që në fëmijëri u aktivizua në punë të ndryshme të familjes, kryesisht në sektorin e blegtorisë. Në vitin 1963, Prenga shkoi në Shkodër për të vazhduar studimet në shkollën pedagogjike, të cilën e mbaroi në vitin 1967. Pas mbarimit të kësaj shkolle, Prenga filloi punë si mësues, profesion të cilin do ta ushtronte deri në daljen në pension. Prenga u martua me Mirën, vajzën e Fran Marashit nga fshati Shopël Berish, një nga familjet më të mira dhe më të njohura të asaj krahine. Krahas përmbushjes së detyrave si bashkëshorte dhe nan, Mira në disa dekada si mësuese ka dhënë dhe vazhdon të jap kontribut në arsimin dhe edukimin e shumë brezave. Ky çift lindën 4 fëmijë, po për arsye mallore që i kanë dorë vetëm Zoti, jetuan dhe u rritën vetëm 3 prej tyre: Arturi, Ardita dhe Blerina. Arturi është martuar me Ermirën dhe ka 2 fëmijë, Megin dhe Albionin. Ardita është martuar me Dionisin dhe ka 2 fëmijë, Ksenja dhe Maria. Blerina është në vazhdim të shkollës së lartë. Pas mbarimit të ushtrisë, Prenga u rikthye në punë në sektorin e arsimit, duke kontribuar për ekonominë e familjes, jo vetëm me rrogën e tij, por dhe me punë fizike gjatë kohës së lirë e pushimeve. Prenga punoi si mësuese drejtor shkolle, jo vetëm në Kalivare, por dhe në disa fshatra të tjerë të zonës së Gjegjanit e deri në Flet. Ai ishte shumë korrekt në marrëdhënie me punën e profesionin. Ishte një ndër metodistët më të mirë të zonës e Mëgjër, sidomos për klasat e para. Gjatë karrierës si mësuese drejtor shkolle, Prenga kreu dhe detyra të ndryshme shoqërore, të cilat i realizoi e përmbushi në mënyrën më të mirë të mundshme. Pjetër Gjoni lindi me 10 mars 1951. Tashmë nuk ishte shumë e rëndësishme lindja një fëmije në familjen e Gjon Due Prendit. Ishte një ritual i rrallës. Pjetër ishte një fëmijë i lëvizshëm dhe dinamik. Nuk ishte dëshirë të shkonte në shkollë, as të bëje çoban për baktit, por të dyja ja detyruan prindrit i bënte. Kur filloi klasën e parë gjatë 3 muajve, Pjetri më shumë mungonte se sa shkonte në shkollë. Por, në 2-3 mujoret e tjerë, Pjetri vazhdoi rregullisht shkollën dhe arriti ta mbaronte klasën e parë me rezultate shumë të mira, gjë e cila shërbeu si piknisje për vazhdimsi. Edhe Pjetri, në vitin 1966, shkoi në shkollën pedagogjike të Shkodrës, të cilën e mbaroi në vitin 1970, ku menjëherë filloi punë si mësues në fshatin Kimës. Në vitin 1973, e mobilizuan ushtar, ku gjatë dhe pas ushtrisë vazhdoi dhe mbaroi edhe shkollën e lartë të Akademisë së Sporteve. Pjetri u martua me Nikoletën, të bien e Gjonikës, nga fshati Lotaj, i krahinës së Shalës, një familje intelektuale dhe e njohur në atë zonë e krahin për vlerat e saj. Nikoleta ka mbaruar shkollën e lartë në Degën Histori-Gjeografi. Përveç kontributit të madh që ka dhënë për rritjen dhe edukimin e 4 fëmijëve, Nikoleta ka dhënë dhe vazhdon të jap kontributin e saj maksimal në sektorin e arsimit parauniversitar. Ky çift lindën e rritën 4 fëmijë: Marietën, Marineldën, Marinën dhe Marion. Marieta ka mbaruar shkollën e lartë ekonomike, është martuar me Toninin dhe ka 2 fëmijë të mrekullueshëm, Andrean dhe Emën. Marinela ka mbaruar shkollën e lartë, vazhdon master në Tiranë dhe punon njëkohësisht. Marina ka mbaruar shkollën e lartë ekonomik financë dhe është e fejuar me Sebastianin. Mario vazhdon shkollën e lartë master në juridik në Tiranë. Pas mbarimit të ushtrisë, Pjetri punoi edhe 2 vjet në arsim si drejtor shkolle në fshatin Zathë. Në vitin 1978, Pjetri kaloi në punë si inspektor policie
në degën e punëve të brendshme PUK. Gjatë punës në polici, mbaroi dhe shkollën e lartë të Ministrisë së Brendshme. Kreu disa detyra e funksione në këtë sektor, ku mori edhe gradën e lartë kolonel. Në vitin 1992 deri në vitin 1995, kreu detyrën e kryetarit të degës dhe shefit të komisariatit të policisë në PUK. Më vonë, kreu detyra e funksione të ndryshme në komisariatet e policisë, Lezhë, Mirdit e Burrel, ku mbylli edhe karrierën. Gjatë kryerjes së detyrave dhe funksioneve të ndryshme, Pietri është karakterizuar nga profesionalizmi, ndershmëria, korrektësia dhe tendenca për të ndihmuar njerëzit, jo për të ndëshkuar ato. Pas vitit 1990, Pietri pati jo vetëm kontakte marrëdhënie zyrtare, por dhe shoqërore e konfidenciale me personalitetet e kohës, si Azem Hajdari, Eduard Selami e Sali Berisha, si dhe me ambasadorin e Gjermanisë, Klaus Wollers. Pietri gjithashtu pati takime me personalitete botërore si Nën Tereza dhe Papa Gjon Pali i dytë. Zef Gjoni lindi me 10 dhjetor 1954. Ndryshe nga Pietri, që në vogli, Zefi ishte një fëmijë më i urtë, më i bindur dhe shumë i zellshëm për të mësuar vazhduar shkollën. Edhe Zefi, si gjithë ne të tjerët, që në fëmijëri u aktivizuar në punë të familjes, sidomos në sektorin e blegtorisë. Në vitin 1969, Zefi shkoi në Prenjës për të filluar shkollën e mesme të gjeologji minjerave, të cilën e mbaroi në vitin 1973. Në vitin 1974, Zefi filloi shkollën e lartë pranë Fakultetit Gjeologji Minjerave në Tiranë, të cilën e mbaroi në vitin 1979. Zefi u martua me pashken e Tom Lufit, bia e familjes së njohur të Lufajve në fshatin Zajs të Selitës. Pashkja, si ekonomiste, punoi për shumë vite në ndërmarrjen e përpunim drurit në Fusharës. Pashkja, duke shpalos cilësitë dhe vlerat më të mira të familjes së saj dhe gërshetuar ato me cilësitë dhe vlerat e njohura të Zefit, së bashku kanë rritur dhe edukuar 4 fëmijë të mrekullueshëm: Violetën, Elisen, Lidjen dhe Kiarën. Violeta ka mbaruar shkollën e lartë për matematikë dhe është martuar me Kleidin. Ka dhe një fëmijë, Alesion. Elisa, ashtu si Zefi, ka mbaruar fakultetin Qeo-informatikës pranë Fakultetit Gjeologji Minjerave Tiranë, ku edhe punon aktualisht. Lidja ka mbaruar shkollën e lartë dhe është fejuar me Kristianin. Kiara vazhdon shkollën e lartë në Tiranë. Pasi mbaroi shkollën e lartë, Zefi filloi punë si inxhinier, gjeolog, pranë ndërmarrjes minerare të Fusharësit, ku shumë shpejt u emërua si kryegjeolog, detyrë cilën e mbajti deri në vitin 1993, ku u emërua drejtor i kësaj ndërmarrje. Megjithëse ka plotësuar prej vitesh kriteret dhe moshën e daljes në pension, Zefi vazhdon të punojë si kryegjeolog tek minjera Bakrit Monell, e cila administrohet e shfrytëzohet nga një firmë e huaj. Gjatë gjithë jetës, Zefi është karakterizuar nga korrektesa, ndershmëria, profesionalizmi, përkushtimi ndaj punës e familjes, sakrifica e papërtushmëria për të kryer çdo punë e detyrë që i kërkohej e i ngarkohej. Të gjitha këto veti e cilësi pozitive, që rradhëherë gjenden të grumbulluara tek një person, kanë bërë atë që Zefi të gëzoj respekt të veçantë, jo vetëm në familje e shoqëri, por në çdo vend e ambient ku ka punuar e jetuar. Ndres Gjoni lindi me 5 nëntor 1957. Ndreca që edhe tashi Gjon duhe prendit. A ishte i 8 fëmijë i Gjonit dhe i Lizës. Si djali pleqnis, ndryshe nga ne të tjerët, u përgdhel pak nga prindrit. Megjithatë, edhe Ndreca, si gjithë vëllezërit e motrat që në moshë të re, u aktivizua nga prindrit
në të gjitha punët që i përshtateshin moshës së tij. Gjatë kryes së shërbimeve të detyrueshme ushtarak, Ndreca fitoi profesionin e kuzhinierit, të cilin nuk e ushtroi në jetë, por dhe sot e kësaj dite, ne i pëlqejmë në veçanti gatimet që bëhen nga Ndreca dhe në shtëpinë e Ndrecës. Ndreca u martua me Florën e Markazës nga fshati Dom Gjoni Fanit, një familje e madhe dhe e njohur, jo vetëm në fshatin Krahin, por dhe më gjerë për vlerat e saj. Flora së bashku me Ndrecën përballuan gjitha sfidat dhe vështirësitë e jetës. Ato rritën 4 fëmijë të mrekullueshëm, të cilët çdo ditë e çdo vit gjithnjë në rritje po shpalosin vlerat pozitive të prindërve të tyre. Genta është martuar me Martinin dhe ka 2 fëmijë, Geraldin dhe Romelën. Mundi dhe Iri janë rritur e punojnë, ndërsa Kristiani ka mbaruar klasën e 9 dhe po ndihmon prindrit në punët e përditshme. Pas mbarimit të ushtrisë, Ndreca bëri punë të ndryshme. Ai punoi për shumë vite në kooperativë bujqësore, si brigadier. Punoi në tregti, si shitës dyqani. Punoi dhe si elektricist. Në vitet e fundit kreu punë të ndryshme, tek miniera e monedhës, deri para 2-3 vjetësh që ajo mbyll. Në çdo vend dhe sektor ku ka punuar, Ndreca është treguar korrekt, i përkushtuar dhe i aftë për t'ia dalë zot punës apo detyrës. Krahas punëve të ndryshme që bënte Ndreca, disa herë është ngarkuar me detyra të ndryshme shoqërore, të cilat i ka kryer e përmbushur në mënyrën e duhur dhe me ndershmëri. Per kushini no kamar hak, pa ju dridha syni as pak, per kushini no kamar hak. Burgirana i 17 ja shkurtoj në ditet e jetës. Burgirana i 17 ja shkurtoj në ditet e jetës. Nona preno ban vet mohim, te gjithë jetën ja kushton djalit, veç me rrito ata për smorit. Te gjithë jetën ja kushton djalit, veç me rrito ata për smorit. Rriti djalin i pa dhe mesat, kur vetë gjoni po burnohet, me shokti nuk krahasohet. I vendosu trim bujar, ver besnikon e vete par. I vendosu trim